do ta ndihmonte Maliqin apo në thonjza Maliqi do t'i bëhe barr? Këtu mund të flas me kompetencë në thonjza, sepse kam shumë miq në zonën si në Korçë Maliq dhe e vizitoj shpesh Pra si e në njeh dimër si si në zonë, verë. po. E njeh shumë mirë. Atëherë, të dimër, bashkia dhe qytetarët që na ndjekin mund ta verifikojnë shumë mirë, domethënë e kuptojmë ja drejt ose jo. Bashkia e Maliqit, zona e Devollit, e Bilisit, mbaron ora 2:30-3 e drekës, është e vdekur aktiviteti ekonomik dhe aktiviteti social. Çdo kush futet në shtëpi. Ndërkohë që është një ambar për prodhime bujqësore dhe blegtorale. Nga ana tjetër, Korça ka një jetë shumë të zhvilluar ekonomike. Turizmi, që ka fal aftësive të tyre, sipërmarrjes së tyre, të turizmit dimëror. Nuk ka pse të jenë dy bashki të ndryshme kur ato janë në fakt dy elementë të njëjtit, dy mekanizma të njëjtit organ, të njëjtit instrument. Njëri bashkia e Maliqit i sjell produktet e para, lëndët e para, bujqësinë, dhe Korça i kthen në shërbime, në turizëm. Kjo do e ndihmoj, nuk ka pse i bëhet barr, absolutisht. Nga ana tjetër, qytetarët e Maliqit, e Devollit, e Bilisit, një infermier dhe një doktor kanë gjithë ata mira banor, sepse ajo bashki aq e dobët është ekonomikisht. Kam mësuar një të afërmin tim para pak javësh, ishte thjesht një doktor dhe ai nuk ishte i specializuar paraqitet vetëm për gjëra të përgjithshme. Qytetarët atje shkojnë për të e kanë më afër të shkojnë në Greqi për shërbime. Pra, duke bashkuar me bashkinë e Korçës, unë mendoj që bëhet një buxhet i përbashkët më i madh për shërbime që janë jetike dhe zgjidhja është bashkimi. Unë mendoj që është shembulli më i mirë ky do ishte, të bashkohen bashkë. Po, ky rast besoj që është i vlefshëm, siç po e thonim, për Korçën dhe për Maliqin. Për shembull, ka kombinacione të tjera, ndoshta asaj që nuk shkojnë në të njëjtën linjë sa i takon këtij elementi për cilin po diskutojmë. Për shembull, mendoni se do të jetë njësoj për prenjas librazh? Po të më pyesësh mua, as prenjas jashtë librazh duhet të jenë fare bashki më vete, sepse janë qyteza, nuk mund të jenë qytete. Ato janë formacione sociale ku ka pak aktivitet, pak mobilitet social, pak shkolla, pak arsim, pak mjeksi, dhe pothuajse se pak aktivitet ekonomik. Dhe unë nuk e kuptoj domethënë se do duhet Shqipëria, dhe kjo nuk ka ndodhur që është zbrazë Shqipëria. Unë jam shumë kritik ndaj qeverisë, pa diskutimi jam njeri opozitar, por nuk është se ka ndodhur shkaku kryesor se është zbrazur Shqipëria. Shkaku kryesor është se ka të paktën prej 20 viteve, 30 viteve që nuk është se ka një aktivitet, një